Në ambientet e rektoratit të Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuqi u zhvillua një takim i veçantë ku kryetari i qarkut Edmond Dou dorëzoi si një dhuratë 100 kopje të 2 botimeve përfaqësuese të trashëgimisë dhe kulturës së qarkut Shkodër, guida turistike e Shkodrës dhe tingujt folklorik të qarkut Shkodër. Dhurimi u bë në mënyrë simbolike rektorit Tonin Gjuraj, i cili vlerësoi gestin si një kontribut të çmuar në pasurimin e fondit akademik dhe në promovimin e vlerave kulturore e turistike të rajonit. Unë në emër të stafit, të personelit brendshëm, por dhe të administratës, dëshiroj t'ju falenderoj fort për kontributin që po jepni. Me një qasje kam theksu disa herë të qarkut të Shkodrës, gjithë përfshirëse, shumë bashkëpunuese, dhe botimi i këtyre 2 librave, apo guidave, apo udhërrëfyesve, shënon një tjetër kontribut të Këshillit të Qarkut Shkodër. Unë kam pas kënaqësinë dhe privilegjin të jemi pranishëm në promovimin e këtyre 2 botimeve shumë serioze, që i shërbejnë jo vetëm Shkodrës, Qarkut të Shkodrës, komunitetit, bizneseve, agjensive të ndryshme, po them të turizmit dhe të përtej, por i shërbejnë vetë studentëve drejt për së drejti dhe departamenteve tona, fakulteteve ku strehojnë këto departamente. Janë botime jashtëzakonisht serioze. Ne kemi programin një veçar me karakter profesional, pra guid turistike dhe menaxhues itinerareve turistike në rajonin e Veriut. Si vjet dhe si vjet, kotat aty plotësohen me njëherë. Ka kërkesa shumë nga të rinj, pra për të ndjek këtë program me karakter profesional një vjeçar, dhe përtej, po them, trajtimit teorik, përtej kurrikulës që ne kemi, kjo guid është jashtëzakonisht e dobishme dhe do t'ju vijë në ndihmë dhe të falenderoj shumë për dhuratën. Në fjalën e tij, kryetari i qarkut Ndou shpreh se synimi i këtij gjesti është të afrojë më shumë institucionet lokale me universitetin dhe të nxjisë breza të rinj të studiojnë, të ruajnë dhe të promovojnë pasuritë natyrore, kulturore dhe folklorike të Shkodrës dhe të gjithë veriut të vendit. 2 botime besoj me shumë vlerë, tingujt folklorik të qarkut Shkodër dhe guida turistike e qarkut Shkodër. Janë 2 botime të cilat përveç gjuhës shqipe janë të përkthyer edhe në gjuhën angleze, në mënyrë që t'i shërbejnë jo vetëm studentave vendas apo studiuesve vendas, por të kenë një qasje promovuese edhe për studentet e huaj apo për vizitorët e huaj që vizitojnë qarkun tonë. Janë 2 botime të cilat kanë një bashkëveprim të shumë institucioneve. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë midis bashkive të qarkut, midis profesorave të nderuar, midis Universitetit të Shkodrës, midis zyrës arsimore të Shkodrës, të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në botimin e këtyre 2 librave, që gjej rastin aty përgëzoja të falenderoj për punën shumë të mirë, së bashku këtu me 2 kolegët e mi të nderuar, Andrea Jakova dhe Kastriot Kruja, të cilët janë udhëheqësit e grupit të punës në promovimin e këtyre 2 librave. Besoj se është detyra jonë institucionale që të ruajmë vlerat tona më të mira të qarkut, t'i promovojmë ato dhe t'i përcjellim ndër breza. Në këtë takim morën pjesë gjithashtu përfaqësues të stafit të Këshillit të Qarkut Shkodër, që kanë qenë pjesë e punës për realizimin e këtyre botimeve, si dhe pedagogë të Departamentit të Gjeografisë dhe Turizmit, të cilët theksuan rëndësinë e materialeve të tilla si mjete praktike për studime dhe kërkime shkencore. Ky bashkëpunim është një shembull i mirë i lidhjes mes institucioneve publike dhe botës akademike në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm kulturore e turistik të rajonit. Në fund, Dou dhe Gjuraj shkëmbyen 2 dhurata simbolike mes tyre, simbolin e universitetit dhe portretin e patriotit Luiç Gurakuqi.